Mesfushori kosovar Lindon Emrllahu duket se po kalon ditët e tij të fundit si futbollist i Kluzhit në Rumani. Kjo pasi sipas mediumit rumun Digisport, reprezentuesi kosovar është shumë afër në shkrimit me ekipin ukrainas Policia Zhytomyr, që aktualisht renditet e treta në kampionat. Emrllahu pritet që të niset për në Ukrainë të shtunën, atje ku do t'i nënshtrohet vizitave mjekësore para se të nënshkruajë kontratën. Një ditë pas ndeshjes që Kluzhi do të luajë ndaj Çikseredas në kuadër të javës së 20 të elitës rumune, Emrllahu do të niset direkt për në Ukrainë. Nëse gjithçka shkon mirë në testet mjekësore, Emrllahu do të nënshkruajë një kontratë e cila vlen rreth 350.000 euro në sezon. Nga ana tjetër, pas transferimit, Kluzhi do të marrë 1.5 milion euro, një shumë të cilës i shtohet një përqindje prej 10% e një transferimi të mundshëm në të ardhmen. Vlen të theksohet që Emrllahu ka shënuar 4 gola dhe ka dhuruar 2 asist në 23 ndeshje këtë sezon me Kluzhin në të gjitha kompeticionet.